Këshilli i Qarkut Shkodër zhvilloi mbledhjen e radhës ku miratoi një sër vendime që lidhen me funksionimin e institucionit dhe planifikimin financiar. Gjatë mbledhjes, këshilltarët miratuan ndryshime në prioritetet e Këshillit të Qarkut, si dhe në buxhetin e vitit 2026 dhe programin buxhetor afatmesëm 2026-2028, me synim për shtatjen e planifikimit financiar me nevojat aktuale. Në rendin e ditës u shërtua dhe projekti i parë i programit buxhetor afatmesëm 2027-2029, dokument që do të orientoj planifikimin strategjik dhe financiar të Qarkut për 3 vitet e ardhshme. Po ashtu me shumicë vota shumiratua raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2026. Projekt vendim me disa ndryshime për prioritetet e Këshillit të Qarkut Shkodër. Projekt vendim numër 2 mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër numër 27/23/2025 mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2026 dhe për buxhetin përfundimtar 2026-2028. Projekt vendim numër 3 për miratimin e projektit të parë programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 për Këshillin e Qarkut Shkodër. Projekt vendim numër 4 për miratimin e raportit monitorimit zbatimit të buxhetit për periudhën 4 muajore janar-prill të vitit 2026 për Këshillin e Qarkut Shkodër, si dhe projekt vendim numër 5 për shpalljen dëshmoria dhe pas vdekjes pastrit Xhemal Kalaja. Në përfundim të mbledhjes me votim të fshehtë, këshilltarët miratuan propozimin për shpalljen dëshmoria dheut pas vdekjes të Astrid Kalas, gjyqtarit të vrarë në krye të detyrës në shenjë nderimi për kontributin dhe sakrificën e tij.